Pavarësisht vendimit të 8 gjyqtarëve të kushtetueses, të cilët me barazi votash lanë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke rrëzuar kështu qeverinë, kryeministri Rama thotë se nuk do të heqim dorë. Ne do ta vazhdojmë këtë betejë, tha Rama, ndërsa shtoi se gjykata kushtetuese me një vendim të një prokurori dhe gjykatësi lejoi të rimarrë peng qeverinë e Shqipërisë, që prej nëntorit kur gjykata e posaçme lëshoi vendimin për pezullimin e Ballukut nga funksionet shtetërore, Rama e ka cilësuar si një ndërhyrje brutale në pushtetin ekzekutiv. Në fund Rama i drejtohet të gjithë kundërshtarëve politik, duke theksuar edhe një herë pozitën e tij. Kryeministri thotë se as kjo ndodhi nuk do të dobësoj pozitat e qeverisë apo t'i jap një dorë opozitës. Përkundrazi, Partia Socialiste, thot ai, është i vetmi garant për Shqipërinë për antarësimin në Bashkimin Evropian. 2 ditë më parë, gjykata kushtetuese riktheu në fuqi vendimin e 19 nëntorit të gjykatës së posaçme. Belinda Balluku tashmë nuk është më zëvendës kryeministre e Shqipërisë. Balluku është marrë pandehur për tenderin e tunelit të Llogaras, si dhe është në hetim për të 7 lodhet e Unazës së Madhe, si dhe për të paktën 3 procedura të tjera tenderuese.